barabarësës ka bërë një gabim të rëndë që ka mirakuar transferimin e Rusisë. A u kuptua tash që 3.3% të aseteve tona nuk kanë asnjëherë për sa i përket çështjes së strategjisë që ndjet Kuisielsi apo Ministria e Ekonomisë ka 51%. Pra, librari me ujë vetë rrjedhës, pa shpenzime ekstra, i rritet uji i shkon 16 lekë dhe më e keqa do të rritet edhe uji për shërbimet e kanalizimeve të rrugëve të veta. Pra, kjo a flitet tek çështjet sociale? A janë parashikuar këto në strategjinë e 2025-2028? Sepse në fund ne, si këshilltar, kemi ardhur këtu nga zona e popullit dhe me cilin e shërbimin e tij. Unë me vërtet ndjem i keqarë që edhe qytetarët kanë reaguar, por nuk reagojnë për atë ndihmë ekonomike. Se janë 3.300 familje me ndihmë ekonomike, a në dekora të 100 sa familje me të 6%. Pra, pothuajse gjysma e popullsisë të librarë është me ndihmë ekonomike. Dhe pjesa tjetër janë në marrëdhënie me shtetin apo kanë interesa të caktuara. Prandaj, këtu është në nderin tonë si këshilltar, ne duhet të reagojmë për atë kontrakt, ne duhet të reagojmë dhe të jemi në shërbim dhe të mbrotem të interesave të qytetarëve. Absolutisht, nuk është këtu as majta as djathtës. Ujin e paguajnë një lloj, si majtët, si djathtët dhe fukarallimin apo pamundësitë 80% e popullsisë i kanë pothuajse një lloj. Nuk ka lidhje fare kjo, domethënë me por qoftë edhe buxhetore, qoftë edhe rrugtare, rritet energjia, rritet uji, rriten shpimet e shportës, rriten kohët e jetesës për veshje, po çfarë vlerë ka ajo që marrin në fund? Dhe prandaj sinqerisht unë bëra edhe një start në Facebook për këtë dhe tash që e shikonin shumë mbi 10.000 veta, mbi 11.000 veta dhe komente, reagime në ata që kanë çuar në inbox nuk kishte fare publik. Pse? Nga kush kanë frikë? Nga ajo që paguajnë. Prandaj edhe një herë të dashur motra, vëllezër, të dashur shqiptar, ne duhet të reagojmë për këtë çështje. Sepse ne e kundërshtuam rritjen e çmimit të ujit dhe ata vendosën. Sepse ata do vendosin faktikisht, sepse ne kishim asgjë 3% nga 100%. I kuptoj shumë mirë domethënë intelektualët, e kuptoj se një pjesë e popullit do të kupton për momentin. Por vetëm kur shkon fatura atëherë fillon reagon. Faleminderit. Jo, se ndjenim time, pa një miratim nga Këshilli Bashkiak, nuk duhet të ngrihet. Çmimi i ujit dhe ne, për të kemi të përfinacionin, por çdo miratim bëhet nga ato mungete të basanit, peshqime, kush e bëhet? Ne s'kemi bëhet. Po pra, dhe është e pajishme nga shumë mundësisë e rritje shpiriturit pa vendim Këshillit. Dhe që një dhe gjësë shkojnë të përmanë, që bashkit tjera nuk kanë firmos për në firme dhe atje jo, ju ka arë një tim zyrtar nga... Ka dhe kështë një bashkjarë në zërë me shkres. Jo, a një ka arë një bashkit një tim që asambleja ka marrë në tim për një interesantë. Përsa i përket se pikës kishe, se shumë i kishe që ndrujë shumë abuzive dhe shumë e vëmishme. Numri total i popullsisë të 8.000 individu, 4.000 për tyre gra dhe vajzat përfitojnë nga skema ekonomike të qytetit. Situata aktuale